Dhe një ditë pas zjarrit në banesën e familjes Selja në lagjën e Liria të Shkodrës, vatra e zjarrit ende nxjerr tym. Gjithçka është krumbuar në këtë ndërtesë ku banonin dy familje me 13 antar. Dorina Selja thotë se kanë mbetur në qiell të hapur dhe pas një ndihmë. Për zotin, qamet ka kenë mram kret hije, janë bërë një muaj gjilpant nuk e kam rënë shtëpi më. Vesh kush më ndihmon të pak të një malli zot inshallah për këtë fëmijë që kam 6 fëmijë mos më lën rrugash. Unë aty para shtëpisë në barë aty të Shkodrës, se s'kam ku me shku, nuk mund t'i vaj barë kërkujt. Gjithse cili ka familjen e vet, pa buk njerëzit është shumë e vujtën kjo jetë. Ajo tregon se ka shkuar në bashki për të paraqitur hallin e saj dhe pret që të ndërhyret sa më shpejt, pasi e ka të pamundur të rregullojë shtëpinë. Unë kërkoj ndihmë te bashkia të paktën një atë shtëpi me ma godit. Unë nuk punoj burri, punoj kur ti del puna kështu hamall. Vajzën e mamja kanë hep kempin që e kam me 2 bira në zemër. Nuk kam as kemp, as anima existencë, nuk kam që janë të anime ekonomike kështu, nuk kam kurrisen. Kur gjas kam paktën nivel ekonomike me ma bë. Unë kur gjas ka as një tartë nuk kam prej kërkujt. Krejt zhari, një muaj gjilpat nuk e kam. Unë që me teshat falun kam dhe, se më kërë marrë sa më kanë përzante bashkia, mos i pa që afmit kam mik. Me të falun që më kanë falë të lagjës për se va, për hatër të fëmijëve jena veshë jena moth, më parësat. Kjo banesë u përfshin nga flakët një ditë më parë rreth orës 11:30 dhe zjarri rrezikoi dhe banesat e tjera, pasi ndërtesat në këtë blok banimi ndollën shumë pranë njëra tjetrës. Zjarfikse ndërhyrën në kohë dhe arritën të izolonin flakën, por pasojat janë të rënda, sot 2 familje kanë mbetur pastre.